Kjo depo që gjendet në oborrin e shoqatës së të verbërëve, po u rrezikon jetën anëtarëve të shoqatës. Bexhet Gashi dhe Aslan Canolli thonë se janë të detyruar që gati çdo ditë të hyjnë në objekt, edhe pse ndihen të rrezikuar nga shembja. Ka ra mu balta e tavanit, ka ndodhë më ka ra piljoni edhe automatikisht kush ka qëllu afër me më kanë që të mjeku, ju më kontrolu më kanë qitë pika për pastrim, ato jenë thuese të përdiqmet. Ka ndodhë që nuk e kumë rej se është parrym kjo objekt, është errësire madhe, ka ndodhë që edhe me këtë pjesë e ormanit i veriqat, ka ndodhë që jenë përplas për trupin tim. Duke lëshu pakete me rrugë në tavolinë tjetër, ose me rrugë gishtat me pakete me në zonë. Kamën me ndodhë, me shtyp diçka, pluhur e këtu mos të folim, se me që është e pluhnosur mjaft, se e ka hamur koha, mes në atë verbet nuk ka vi buxhetore për me mojt një pastrus të rregull, që me mojt pastrimin e kësaj. Ne e bojnë në mënyrë vullnetare edhe pastrimin e objektit, që duhet me pas një pastërti dhe higjienën që të mojmë. Ky objekt është ndërtuar para viteve 40 dhe deri tash ka mbetur pa asnjë mirëmbajtje. Kryetari i shoqatës Bexhet Gashi thotë se ata kanë antar nga 6 komuna, por vetëm 3 prej tyre kanë ofruar ndihmë financiare për renovimin e objektit. Mund Lipjanit, Drenasit, Tobiliqit, jam shumë i zhgënjym se nuk kanë desh as të ndëgjojnë, do të shprehem kështu nga puna që e kem, vërsasit që i kem, nuk kanë shprej gatishmëri të vinë në vizitojnë se ku i kanë banorët e aty një komunës që janë antarë tonë. E mos flasim e në ndihmu financiarisht, apo me mjetit tjera. Dikon vitin 2003-2005, nëse zgaboj, Kuvendi Komunal i Drenas në kanë ndihmu me 500 euro, Kuvendi Komunal i Obiliqit ndoshta dikon me dhe 1500 euro, po 2-3 vit, po që 15 vite. Koha ka kontaktuar me zyrtarët e këtyre 3 komunave, të cilët kanë thënë se do të shohin mundësi se si të ndihmohet shoqata, pasi ndihma për ta nuk ka qenë pjesë e planeve të tyre buxhetore. Drejtuesit e shoqatës kanë bërë apel që të ndihmohet në renovimin ose përrënimin e këtij objekti, me qëllim të largimit të rrezikut. Në shoqatën e të verbërve janë të regjistruar mbi 650 persona.